Mirë mbrëma, tek kjo video dhe flasim për etimologji dhe për gjuhësi, pra për gjuhësi të krahasuar. Ka disa kohë që kam bërë shpjegime si për shembull brije, që do thot në frëngjisht ndriçoj, dhe etimologjia jepet nga bër yllare në latinisht. Pra bër yll, fjalë për fjalë shqip, bër si yll, pra që ndriçon. Kemi fjalën për shembull ilustr, nom ilustr, një njeri i ndritur, i shquar, pra ilustr dhe nga etimologjia illustris latinisht, pra i ndritur, pra ylli. Dhe kjo është daton që nga shekulli i parë, që nga koha e Plutarkut si term. Kemi termat për shembull iluminizm, iluminist, pra i iluminuar, i ndritur, pra iluminuar, pra fjala si ylli. Kemi fjalën Apollon, e ka shpjeguar edhe më herët. Apollon, pra jap yllon, jap yllin ose jap dritën. Apolloni është zoti i dritës dhe lidhet me, pra ishte kulti i diellit, kulti që besonte deri tek Konstantini, pra kulti i shqiptarëve. Marrim një fjalë për shembull kompozim, dhe fjala kompozim vjen nga fjala kompozito, me kompozue, pra zi, zan, pra ta zësh, ta nisësh me zan, pra origjina rënja këtu është. Kemi fjalën për shembull delikat, delika në frëngjisht, delikat në shqip, pra delikatum mund të jetë është latinisht, por del është rënja, pra kujdes se del, pra një gjë që del, që lëviz është delikate. Fjalë për shembull si suivre frëngjisht, ki sy që ndjek, suivre, pra e ndjek sy, ivre, që e ndjek me sy, pra është shumë e mundshme që rënja të jetë tu sy. Kemi fjalë për shembull perimetër, pra perimetri është që i bie pra me metër rreth vetes, pra objektit, për veti ose për të matur, pra matur veten. Diametër, pra të dy anët i mat, pra nga njëra anë të tjetra jep di anë mat dhe jep diametër, ose kemi diapazon, ose diapazon është hapësirë e gjerë, pra diapazon, pra ka ose njeri me diapazon të madh, pra me njohuri ose me dije të mëdha, pra këtu mund të jetë fjala dije rënja. Dhe kemi fjalën për shembull pense, pensare, dhe pra kemi fjalën me origjinë, pra e pe me syrin e mendjes, pra e pe me tru, me logjik, e pe pra në tru, pra e analizove dhe jep fjalën pense ose pensieri, pra i shef në tru, pra i analizon me syrin e mendjes. Dhe doja të thoja se a mundet ne të kuptojmë dialektikën ose tezën, antitezën, dialogun pa gjuhën shqipe? Pra dialektika është një diskutim i
të kundërtave ose dialogu është di ose një diskutim dyshe. Kemi fjalën dialektik që në pra antikitet quhej edhe dialegesthai. Pra dialegesthai. Pra dy thënie, pra është the që është theza dhe antiteza, pra thënia e kundërt. Pra kundër thënia, a mundet të themi neve që nuk është shqipja këtu në bazë të këtyre termave, pra kanë apo nuk kanë lidhje shqiptarët me njohurinë, me analizën, me filozofinë, pra analisis, pra analizon një problem, i gjën cepin problemit, anën problemit, fillin problemit, nga cila anë, nga cila pikë, dhe e analizon, pra e shqyrton. Dhe nuk mundet të themi që është e rastësishme gjuha shqipe dhe dialektika, pra këtu ka një dialektik gjuhësore, pra që dialektik gjuhësore që lidhet me shqipen, pra një dialektik të brendshme, pra që nga shqipja, pra dialektika, pra di është dy, pra si dialog është me dy, edhe dialektika është dialekthe, pra me dy thënie, ose me kundrathënie, ose me disa tezë, antitezë, sintezë, është tek Hegeli, pra metoda bazë për të studiuar mbajt që nga koha e Hegelit pastaj është e thelluar me Marxin dhe me tjerë, kështu që kemi edhe pensare, pra mendim. Mendimi është pense, është pe, pra pensare e pe në tru, pra e shikon me syrin e mendjes, e me fantazi, e kap, pra e analizon, e shikon dhe pastaj nga mendimi kalon në shkrim dhe pastaj nga mendja kalon tek e thëna. Dhe nuk mundet të vazhdojmë të themi që Shqipja është një rastësi dhe fillon me shekullin e 6, pra Xhevatloshi, Akademia e Shkencave, ata që marrin ato titujt, që marrin pensionet të veçanta, tjera që marrin lek, sikur kanë bërë namin, ka moment ju themi që shteti shqiptar që thonë nuk është e vërtet dhe po sabotoni vetveten dhe jeni duke u bërë armiqtë të vetvetes dhe të kombit tuaj. Pra shteti juaj nuk është më shteti juaj, po është punon kundra shqiptarëve, kundra identitetit shqiptar. Ju përshëndes.